Tha se gjesti meriton ta fitoj Big Brother VIP, Gjibani u përgjigjet kritikave, kisha allowance, por ju nuk e dinit. Ish banori Big Brother VIP Gjibani është mjaft i përfolur së fundmit, teksa shpeshherë komenton edhe ngjarjet që ndodhin brenda Big Brotherit. Ai reagoi në lidhje me komentet që po bëhen për të, duke qenë se ditën e sotme ai është përgjigjur miqve dhe simpatizantëve në lidhje me deklaratën që bëri në prajmin e fundit, ku shpreh se gjesti meriton ta fitojë këtë edicion të Big Brother. Ai u kujton të gjithëve disa situata që kanë qenë midis tij dhe gjestit, ku në fakt ata kanë luajtur më fort se kushdo tjetër, si dhe gjesti e ka vlerësuar si kundërshtar Gjibanin, teksa ky shkrua në një postim. Disa prej miqve dhe simpatizantëve të mi u befasuan dhe u mërzitën kur thash prajmin e kaluar që gjesti meriton me fitu. Ç'ne kjo mbështetje për ta dhe për të gjithë dashakeqësit që e quajnë veten fansa të gjestit e nuk kuptuan asnjëherë respektin që i kam dhënë, po e sqaroj një herë mirë. Unë me gjestin kam pas aleancë disa herë, nuk jam sjell kur si kalamas, si mysafir, gjithmonë jam mërzit nga sjellja e tij kur e kam pas kundër meje apo kundër parimeve të mia. Si një mashkull i rritur dhe i përgjegjshëm, kena pas konflikte pa mas, ama edhe një miqësi e herë edhe vllazni. Gjesti që tu mbajt lojën shumë mirë të shpella kur i thash ti bjerja saj që më tradhon për Aldon. Thjesht mënyra se si e nisin ngacmimin ndaj saj, duke ngacmuar edhe mua, aty më fiku llampat dhe ju ktheva kundër. Sa herë më thoshin me qindra njerëz pse nuk i re më fort, u them që nuk kisha arsye ta gjuaja. E shtyva në kuadër përgjigje dhe kur nuk do i kisha qelluar se nuk më gjuajti aq sa me i gjujt, edhe disa prej tyre më përgjigjen pa i ardhur turp. Po në vet jena kosovar dhe po të themi se nuk i re ma fort, dhe ju them, gjistin kur nuk e kam pas si kosovar, e kam pa gjithmonë si shqiptar, është si një njeri që e ka bonon ashtu si mua, nuk më intereson zero me besu veç një detaj më të vogël, përveç që organit tim që i dhash kur flinte në living, ditën që jam zënë me një banore, pastaj qajta në lot se e bona me qajt. Sherri ka njes për mi dalë zotin dritit, i cili quajti gjestin qafir, pra e kundër ta fjales besimtar, dhe unë e qortova për këtë fjalë e ai vazhdon të mistifikime budallaj. Nga i sherr më shkoi dita krejt keqe, shpërtheva mbas sfidës në Storm Arena. Për ta mbyll, ju që boni si specialista nuk e dini tana, unë kam qenë vetë aty dhe i kam përjetu. Di gjithmonë ma shumë se ju se ç'arsyesh kam pas për sjelljen time. Ju keni vetëm një sfidë të më dëgjoni ose të më lexoni, përfundoi ai.